Është mbushur një dekadë nga ngjarjet e hidhura në qytetin e Kumanovës të konfliktit armatosur mes një grupi të armatosur dhe forcave të sigurisë së shtetit. Edhe pse ka vendim gjyqësor dhe janë shqiptuar gjithsesi 146 vjet burg për 33 pjesëtarët e grupit të Kumanovës, 7 prej të cilëve me burg të përjetshëm, porositësit dhe motivi i vërtet nuk u kuptua asnjëherë. Të gjithë pushtetet dhe partitë politike që atëherë janë zotuar se do ta zbardhin të vërtetën e këtij rasti. Megjithatë, enigma vazhdon sot e kësaj dite. Madje gjithçka kanë bërë, sidomos partitë shqiptare, është një kërkesë për hetim ndërkombëtar e cila nuk u nis kurrë. Qytetarët kanë protestuar disa herë për këtë rast, e veçanërisht pas shpalljes së verdiktit, për dënimet e larta që u shqiptuan për të akuzuarit. Të dënuarit ankimuan vendimin e shkallës së parë. Gjykata e apelit nuk e ndryshoi. Më pas edhe Supremja i hodhi poshtë ankesat e të dënuarve si të pa baza dhe e konfirmoi gjykimin. Fillimi i majit nuk është një kujtim që duan të mbetet në kujtesën e tyre, sidomos të banorëve të lagjes së Trimave, të cilët mes habisë dhe frikës vetëm dëgjonin të shtënat e armëve dhe shihnin plumbat që fluturonin nëpër zonat e banuara. Në ngjarjet e 9 dhe 10 maj të vitit 2015, në lagjen e Trimave në Kumanov, mbetën të vrarë 10 pjesëtar të grupit armatosur dhe 8 pjesëtar të policisë.